Mateo ka zhvilluar një bisedë të gjatë dhe të thellë me Rogertin, ku ka ndarë mendimin e tij për situatën me Selinës dhe Gimbos, duke shprehur bindjen se Selina po bën lojë me të dhe se ndjenjat e saj nuk janë të vërteta. Kjo bisedë ka ndodhur në një moment të qetë në shtëpi, por fjalët e Mateos kanë qenë shumë të forta dhe kanë ngjallur diskutime të shumta. Gjatë bisedës, Mateo i shpjegon Rogertit se ai e ka vëzhguar me kujdes sjelljen e Selinës në ditët e fundit dhe ka vënë re disa ndryshime që, sipas tij, tregojnë qartë se ajo nuk është e sinqertë me Gimbon. Ai shprehet se afrimiteti i saj me të duket më shumë si një strategji për lojën sesa si një ndjenjë e vërtetë. Sipas Mateos, mënyra se si Selina sillet me Gimbon është e paqëndrueshme dhe shpesh kontradiktore. Ai thotë se në disa momente ajo duket shumë e afërt me të, ndërsa në momente të tjera mban distancë dhe sillet thotë, gjë që sipas tij tregon se ajo nuk ka ndjenja të sinqerta. Mateo i kujton Rogertit se më parë Selina kishte një afrimitet të madh me Mirin dhe kalonte shumë kohë me të, por më pas u largua papritur prej tij dhe filloi të qëndronte më shumë me Gimbon. Ai e sheh këtë si një ndryshim të shpejtë që nuk lidhet me ndjenja reale, por me strategjinë e lojës dhe me interesin për të përfituar nga situatat brenda shtëpisë. Ai shprehet se një person që dashuron vërtet nuk ndryshon kaq lehtë qëndrim dhe nuk kalon menjëherë nga një lidhje emocionale në një tjetër. Sipas Mateos, kjo sjellje e bën të qartë se Selina po kërkon të krijojë situata që i shërbejnë pozicionit të saj në lojë. Mateo gjithashtu shpreh shqetësimin se Gimbo mund të jetë duke e marrë këtë marrëdhënie shumë seriozisht dhe mund të ketë ndjenja të vërteta për Selinën. Ai i thot Rogertit se nëse kjo është e vërtetë, atëherë situata mund të përfundojë keq për Gimbon, pasi ai mund të zhgënjehet nëse kupton se ndjenjat nuk janë reciproke. Gjatë bisedës, Mateo thekson se në një lojë si kjo, shumë banorë përdorin marrëdhëniet për të krijuar aleanca, për të marrë vëmendje ose për të forcuar pozicionin e tyre përpara publikut. Ai beson se Selina po vepron pikërisht në këtë mënyrë dhe po e përdor afrimitetin me Gimbon si pjesë të strategjisë së saj. Rogerti e dëgjon me vëmendje Mateon dhe në disa momente bie dakord me analizën e tij, duke thënë se edhe ai ka vënë re disa sjellje të çuditshme në qëndrimin e Selinës. Ata diskutojnë gjatë për dinamikat e lojës dhe për mënyrën se si marrëdhëniet mes banorëve mbikojnë në rrjedhën e garës. Mateo shton se loja po bëhet çdo ditë më e fortë dhe se çdo veprim ka pasoja. Ai thotë se publiku jashtë i vëzhgon me kujdes sjelljet e banorëve dhe se sinqeriteti është një element shumë i rëndësishëm për të fituar mbështetjen e tyre. Ai gjithashtu thekson se nuk ka asgjë personale kundër Selinës, por thjesht po shpreh mendimin e tij bazuar në atë që sheh çdo ditë në shtëpi. Sipas tij, çdo banor është i lirë të luajë lojën si të dojë, por është e rëndësishme që të mos lëndohen të tjerët për hir të strategjisë. Biseda mes Mateos dhe Rogertit vazhdon për një kohë të gjatë, duke analizuar situata të ndryshme dhe duke diskutuar për marrëdhëniet mes banorëve. Ata bien dakord se loja është bërë shumë e ndërlikuar dhe se çdo veprim duhet menduar mirë. Në fund, Mateo mbetet i bindur në mendimin e tij se Selina nuk e do vërtet Gimbon dhe se afrimiteti i saj me të është pjesë e lojës. Ndërkohë, kjo bisedë shton edhe më shumë tension dhe dyshime në shtëpi, duke e bërë atmosferën edhe më të ngarkuar. Mbetet për t'u parë nëse dyshimet e Mateos do të rezultojnë të vërteta apo nëse marrëdhënia me Selinës dhe Gimbos do të provojë të kundërtën. Një gjë është e sigurt, diskutimet dhe dramat brenda shtëpisë vazhdojnë të rriten, duke e bërë lojën gjithnjë e më të paparashikueshme.